absolutisht nuk është ditë. Në ndërkohë ka nisë ditën e nesërme me datën 7 me ardhur informatat edhe me ndonjë emën të qarkullue e kështu me radhë, dhe ka rrjedh një informat prej jashtë që ka mundësi që në këtë sulm, kaq të madh, këtë masakër që po bëhet në Drenis, ka mundësi të vijë një ekip mjekësh nga organizata botërore shëndetësisë ose mjek pa kufi ose diçka të gjashëm, me hulumtue situatën, me hulumtue për masat e krimit që janë bërë në Drenis, dhe instinktivisht më lindi ideja që qysh do t'ishte mundësia që këto kufoma të varrosen me arkivole e të mos varrosen sipas traditës, sepse mundësia e dekompozimit të trupave do t'ishte më e madhe nëse varrosen pa arkivole. Edhe kam marrë telefonat në zyrat LDK-s aty dhe kam thirrë të gjitha xhamit në Prishtinë edhe përreth, në Podujev, në Fushë Kosovë, në Biliq. A ka arkivole të mbetur, sepse në atë kohë dhe në disa vite përpara ka pas numër të madh të djemve të ri që vriteshin ushtarë, theshin kanë bërë vetvrasje, i sjellshin me arkivole dhe arkimolet merrshin nëpër xhamia. Dikur, do të thënë, kam siguruar mbi 30 arkivole. Në ndërkohë kishim informata se çka po ndodh ka rrethi Malishevës e tjera, dhe ideja ishte a thu do të kishte mundësi nga ana e Malishevës diçka prej këtyre arkivoleve që s'po mund të marrim, se ide, do të thonë informatat ishin që numri i të vrarëve do të ishte shumë i madh, do të thonë mbi 40, ndoshta 50, ndoshta kudi. Dhe ideja ishte a do të kemi mundësi nga ana e Gjakovës të sjellim diçka. Ku marrë një telefon në zyrën e LDK-s Gjakova, është lajmëruar Aqif Shehu, ka qenë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i kam treguar për çka po bisedojmë. Edhe më tha që jam kujdestari me Mevlud Saraçin, ka qenë antar e kryesisë, ai një aktiviste jashtëzakonshme edhe pas luftës. Tha, nëse mund të sigurojmë depërtimin nga ana prej Gjakovës, nga ana Malishevës me shku në Drenis, tha, mos u lodh për arkivole tjera, sepse ato i sigurojmë në Gjakovë. Me thënë, kjo është e vërteta e sigurimit të arkivoleve, nuk ka pas përzijemi as të Këshillit për Drejtat Njerëzit, as Kryqit Kusht Ndërkombëtar, sikur ndëgjova unë në disa emisione sante, disa prej mysafirëve që kanë qenë, me thënë, nuk kanë faj, ata nuk kanë ditë çka ka ndodhur në Prishtinë, po kjo është e vërteta e plotë. Edhe kem shku mandej. Pra, akoma pa konfirmuar lajmin se ka ndodhur rënja heroike Adem Jasharit dhe familjarëve të tjerë, jo bët gati arkivolet. Ja të bëjmë diçka, të sigurojmë diçka. Kem shku mandej me datën 8, shku mja 2. Me thonë kjo që